Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shenjës së Binjakëve. Uroj të jeni mirë, do bëjmë leximin e javës për ju dhe po fillojmë me mbretëreshën e Shkopive. Në fakt të dashur, në gjithë leximin kur e shikoj, jeni duke ndjerë dhe e kuptueshme pas gjithë asaj që ke luftuar një betejë të lodhshme, një betejë me njerëz, me fjalë, me zhgënjime, me lodhje shpirtërore, 10 të shpatës tregon një fund të dhimbshëm që ka ndodhur diçka ose dikush të ka rrëzuar emocionalisht. Por e vërteta është kjo nuk ka më që të mbaroj. Do thotë është një frikë që po mban sikur mos po bëhet diçka tjetër. Nuk ka më që të mbaroj. Fundi ka ndodhur. Ajo ka ndodhur, tani është ringritja. Dhe kjo ringritje vjen me këtë letër, këtu të dashur mbretëreshën ajo është mbretëresha e fuqisë, vetbesimit, dinjitetit dhe dritës. Ajo nuk kërkon leje për të shkëlqyer, kjo jeni ju, apo ky jeni ju. Për të shkëlqyer, nuk kërkon është ambicioze, sikur vërtet një rilindje, një faqe të parë, një të pastër, duke i lënë të gjitha pas. Ajo nuk kërkon dhe asi nuk e pse kërkon leje për të, nëse të kanë ndaluar zërin, bukurinë, gjallërinë apo pasionin, tani është kohë të t'i kthesh ato mbrapsht të dashur binjak. Por ka një pengesë që po të mban pak mbrapa. Është 4 të monedhës. 4 të monedhës është çfarë po mban fort, të bën të pyesësh, ke frikë të mos u mbasësh, frika mos do zhgënjehesh prapë, është një marrëdhënie, një ide e vjetër, një mënyrë e re jetesës, apo ta them, sikur ke frikë të rritesh. Kjo nuk është një gjë që duhet të ruajtur, ta themi sikur pasurinë të diçkaje të vetes, është burg emocional të dashur binjak. Pra, 4 të monedhës tregon që mos rrini peng të së kaluarës, mos rrini peng të asaj, vërtet të lejoni këtë ndjesi tani që keni të shkëlqeni, të tregoni kush jeni, sado që gjithë kemi lëndimet, zhgënjimet tona në njërin apo tjetrën mënyrë, dhe kjo s'duhet të jetë absolutisht kurrë një gjë që duhet ju ndaloj të keni frikë të ecni përpara. Nga që kam dhe këtu sikur dhe dëshironi po dhe keni frikë. Nga ana tjetër, siç thashë, 9 të monedhës tregon që je shumë afër suksesit dhe qetësisë shpirtërore, më shumë se sa që mendon. Vetëm nëse je e gatshme të qëndrosh për pak kohë, vetëm të përqëndrohesh në veten tënde dhe të thuash vetes që vërtet e meritoj këtë energji që është duke ardhur, meritoj më shumë dhe nuk do pranoj kurrë më pak. Pik. Do thot, 4 të monedhës të bën sikur të një lloj reflektimi, por një lloj burgu emocional nga frikat mos të lëvizësh. Gjithë duhet të reflektojmë çfarë duam në jetë, si duam ta bëjmë. Mos harroni, unë jam një person që më pëlqen të rrezikoj në gjërat që më shtyen, më tërheq. Më mirë duhet të pendojmë duke e provuar se mos ta provoj. Pra, keni kaluar mjaft, tani nuk duhet të keni frikë të ngriheni, të shkëlqeni dhe të mbani veten apo të arrini atë paqe që e dëshironi. Nëse është, ta them në mënyrë praktike, në marrëdhënie, nëse dikush të ka rrëzuar, nuk ke më çfarë të presësh nga ai person, apo mos të ndryshoj, apo respektoj veten duke çmuar vëmendjen aty ku të vlerësojnë, aty ku të motivojnë, aty ku të duan, jo të falesh dhe prapë sa të ngrihesh, prapë të rrëzojnë, prapë të fal, dhe kështu me radhë. Në financa, nëse je duke mbajtur fort kontrollin nga frika, më mirë pakës hapun ndaj mundësive të reja, rreziku i matur, nuk po them të bëjmë hapa të mëdhej, por që çdo gjë e matur do shpërblehet.
Është koha të ecni të drejtë të dashur binjakë, një jetë ku nuk kërkon më të tjerëve të vlerësojnë. Ti e di vlerën tënde. E di dhe unë, nga që po ju shikoj këtu. Mos e zvoglo atë vlerë për askënd dhe për asgjë të dashur. Pra, fundi i dhimbshëm është i mbyllur, radha është e jotja tani. Mos e mbaj veten të mbyllur për faj të frikës, për faj të mosbesimit ndoshta që doja dilni. Mjaft luftove për të tjerët, apo mjaft bëre çfarë të tjerët deshën. Është koha të ngrihesh për veten tënde tani. Tani.